Shoqata e tifozëve të Vllaznisë përjet Kuqe Blu më në krye Sander Demën organizoi një tjetër aktivitet miqësor me veteranët e futbollit nga Gjakova. Në një nga kalçetët e Shkodrës u zhvillua një ndeshje miqësore e cila u fitua nga skuadra gjakovare. Në aktivitet morën pjesë drejtuesit e klubit të futbollit Gjakova dhe ish kapiteni i kombëtares shqiptare Rudi Vata. Pas ndeshjes u zhvillua dhe një mbrëmje festive me shkëmbim dhuratash dhe mirënjohjesh. Kjo bëhet për një miqësi vëllazërore, sepse Shkodra e Gjakova shuhen për miqësi të hershme, tradicionale, dhe kjo ndeshje është diçka e bukur. Me siguri, besoj që edhe miqt janë të mirë pritur, do të kënaqen atë gjithë bashkë. Sandri dhe shoqata e tifozave Kuqe Blu janë pjesa më e rëndësishme e futbollit shkodran, sepse janë ato që me të vërtet sakrifikojnë shumë për me mbështet vllazninë e Shkodrës në çdo cep të Shqipërisë dhe me tej. Tifozëri e cila ja ka lakmi e gjithë Shqipëria dhe Kosova, si këta që une e shoh dhe e përcjelli shumë futbollin shkodran. Takimi u mbyll me mesazhin e miqësisë mes dy qyteteve Shkodër-Gjakov, ndërsa u holli ideja që aktiviteti i ardhshëm të organizohet në inaugurimin e stadiumit të ri të futbollit në Gjakov.